Shkolla mesme fillore Emin Duraku në Prizren me një program të pasur artistik, shënoi festën e 17 shkurtit. Kjo është njëra nga shkollat më të mëdha në qytetin e Prizrenit. Për historikun e kësaj date të rëndësishme, ka folur drejtori i kësaj shkolle, Rahim Bekteshi, duke veçuar rëndësinë e madhe që ka kjo festë. Bashkëpunëtor familjar, të rinje të reja, burra e gra, të gjithë pinjoll i lirë që nuk i mbrapsi asnjë vdekjes për Kosovën e lirë. Në këtë përhumbje të kthimit prapa në kohë, ne kuptojmë që pavarësia nuk mban një emër të vetëm. Ajo nuk erdhi me një krismë, me një varë apo me një thirrje të vetme. Ajo erdhi nga shumë krisma të bashkuara në himnin kombëtar, nga shumë emra, si Isa Buletini, Hasan Prishtina, Azem Bejta e Shote Galica, Shaban Polluzha e Afrim Zhitia, Jusuf e Bardosh Gërvalla, Kadri Zeka Luan Haradinaj, Adrian Krasnici e Edmund Hoxha, Zahir Pajaziti e Akif Zenullahu, Gjev e Femila Drosi e deri te komandanti legendar Adem Jashari. Sikurse dhe mira heronje të tjerë të cilët vullosën me gjakun e tyre aktin sublim të shnerimit e që në krahëror akoma kanë flamurin. Kurse nxënësit kishin përgatitur një program të pasur artistik. Mirë po në vigjiljen e kësaj feste dhe shumë shkolla të komunës së Prizrenit dje kishin përgatitur e shfaqur programe artistike të përgatitura me përkushtim, siç ishte shkolla fillore Mustafa Bakiu, pastaj ajo Ibrahim Fehmiu, Motra Qerjazi, ato në Romaj e në Landovic, si dhe në të gjitha shkolla tjera.